Pra, që ta hapësh të gjë, normalisht duhet të kesh llogari, siç kam llogarin këtu. Dhe pse thotë kjo CapCut Pro, unë në fakt e kam Pro-n. Kështu që ca opsione për mua mund të mos jenë për ty. Që nuk e di fik gjitha, sepse kur e ke Pro-n është vështirë të them çfarë nuk ka, po që kesh një farë ideje. Kur e hap me kompjuter, është pak ndryshe dhe është më e qartë, por është pak ndryshe se çfarë ka opsione CapCut-i. E parë punës, ke shumë gjëra që mund të bësh me AI video. Po mendoj që për sot të fokusohemi tek gjërat e thjeshta dhe pastaj të tregoj se si mund të përdorësh. Nga baziket fillojmë. Po, por më vonë do të tregoj se si mund të përdorësh gjëra të ngjashme dhe t'i adaptosh. Se po të vësh re, CapCut ka templetet që për ty për shembull do ishte një mënyrë shumë e mirë për të ecur. Templetet janë këto. Kur ti hap, ke opsionin të gjesh templete imazhe ose video. Por duke qenë se do flasim për një specifik, do flasim për shembull për roofing, okay? Nëse unë bëj search, ty mund dalin dhe këto templete që kanë lidhje me këtë gjë dhe ti mund t'i adaptosh. Për shembull, sa gjë cool është kjo. Tani asnjëri do ta marrë vesh që kjo video nuk është e jotja, sepse tek e fundit është falas për ty për ta përdorur. Më kupton? Por duke ti e përdorur këtë video dhe vendos ta tekste, e ke gati, muzikën e ke gati, thjesht e përpunon në projekt. E tjera me radhë. Ke pasaj këto video që duket sikur juve keni dron. Këto janë video që janë specifik për roofing. Por, unë nuk do bazosha vetëm këtu. Do gjeja për shembull templete që janë virale. Tani jo të gjitha ka kuptim. Për shembull, ky templete nuk do kishte kuptim për biznesin tënd. Por ka templete që ti mund të jetë një video kollazh, për shembull, që ti thua, më pëlqen, mund të bëjmë video kollazh. Për shembull, nëse është diçka e tillë, në shikon që ke gati video kollazhin, e vetëm që do ndryshosh është do jetë teksti, edhe do ndryshosh pikërisht sekuencën kur të filloj. Pra e ke ta gjëra gati, sepse kjo video është po të ketë muzikë, do e kuptosh që është klipe ndryshojnë sipas muzikës. Më kupton? Gjëja tjetër është që ti mund të shkosh tek Hot. Tek Hot janë templetet që janë pak janë të reja, por janë shumë në trend sepse janë duke u zhvilluar. Më kupton? Po të vëshre, do më thënë ke të ndryshme, nuk dua të bën, normalisht shumë nga këto nuk kena asë formati dur, për Reels, por mund të kesh diçka për Facebook për shembull. Ja, kjo gjëja këtu, ti mund vendosësh tekstin që ka lidhje me roofing, apo me shërbime, apo ku ishi, dhe ti thjesht vendos foto dhe video të ndryshme nga i projekt. Një gjë tjetër që unë do të rekomandoj dhe mbaj shënim, do ishte të bëje, të shikoj për templete që kanë bëj me kollazh. Pra, kollazh janë jo kollazh fotosh, se sa kollazhe klipesh. Nëse nuk e gjen, atëherë nuk është formati i dur për ty. Një gjë tjetër që mund të bësh është për shembull, e zëm se ti po kërkon një templet që ka lidhje me Christmas, sepse po vjen Krishtlindja dhe do ta adaptosh. Po të kërkoj un Christmas, të ndalen gjithë templetet që janë funny. Për shembull, është kjo Mariah Carey? Ti mund të kesh për shembull një video të skuadrës duke ndëruar një çati. Edhe mbrapa sken është ajo video. Por aq që thjesht aty do të duhet thjesht ta lëndosh atë video në telefon apo në kompjuter, do klikosh templetin, do shtosh atë video dhe kaq. Edhe posto. Pra shumë e thjeshtë. Ke pasaj gjëra të tjera, Christmas is calling, po aman ke roofing. Pra ndryshon roofing e tjera me radhë. Pra ke shumë templete që ti i ke gati, që mund të jenë interesante, mund të jenë funny, mund të kërkosh për shumë, po kërkon për që janë gjëra që janë bërë virale, po janë si tip mime, dhe ti thjesht i adapton. Për shembull, nuk ka lidhje me roofing kjo video, por aman mund të shkruash kur klienti thotë që kam 20 vjet pa ndruar çatin, edhe kam shumë mirë, nuk më duhet punë. Edhe është dhe pastaj ke recaption, dhe në caption ti shpjegon jep edukim. Po aman është video këtij personit që ka dhënë atë reakcione, më kupton. Pra sa më shumë të kërkosh funny, green screen, nëse do të thjesht gjëra me green screen, sa më shumë të kërkosh, më shumë mund të gjesh gjëra që do kenë lidhje me idenë e biznesit. Tani jo çdo gjë, se shumë po të vështirë janë ca gjëra shumë budalliqe, por për shumë jam shumë e sigurt, thotë ai are you in or out? Dhe ti mund të shkruash këtu si pyetje që do ta ndrosh chatin apo jo, për shumë, apo e ke bërë atë inspection e chatis apo jo? In, thotë ai out, I don't know, kjo është një video funny, dhe ti mund t'japësh vlerën në caption. Okej. Nuk po hyj shumë gjatë, po jam shumë e sigurt po të kërkosh, gjen sa të duash e gjen. S'ke asgjë për postuar sot, jam shumë e sigurt unë që për punë 5 minuta që mund të bësh 3 video më një herë, sepse ke video në telefon, ti e shton, e ndryshon pak tekstin e bën save.
Ose dhe poston këtë opsionin që nga CapCut, nëse ke lidhur TikTokun dhe Instagramin, e dyta punës që dua të kesh parasysh janë gjitha tools që ke ti. Tools janë features në një farë mënyre. Pra ke features nga gjëra që mund të bësh text to speech, për shembull, e zëm se ti ke një script që ke krijuar me ChatGPT, e vendos atë script këtu, edhe i vendos dhe cilën audio, pra cilën zë do të përdorësh, edhe pasaj e lë AI-n, e CapCut të nxjerrë klipe, të nxjerrë audio, tani jo çdo gjë do e perfekte, ti prapë do të shkosh pak të editosh, të heqësh një klip që sikur duket i qartë etj me radhë. Por e ke këtë opsion. Ke pasaj dhe tools që janë mbase të reja, ku mund të shikosh, por mund të fokusosha pak te for business, dhe gjithmonë for business nëse ka për shumë image studio, mbase ke një vegël apo një makineri që ju përdorni dhe doni të keni backgroundin e dur, normalisht kjo është një gjë kozmetike, nuk shkon, por mund të kesh diçka, pra ke diçka që mund ta nisësh. Features të tjera janë teleprompter, që për momentin nuk të duhet, sepse teleprompter është kur ti do ja dërgosh scripting, pra skenarin gati bossit tënd, do t'ja vësh gati në teleprompter dhe bossi jo thjesht do e lexojë, sepse do i dali para telefonit, pra do e vësh çdo gjë gati, ai e lexon, por nga që e lexon në drejtim të kamerës, nuk do dallohet shumë që po e lexon. Dhe normalisht të bëj çik sikur nuk po e lexon, sepse ka të bëjë ajo. Okej, le të filloj me Reelsin, okay? Tani ku krijon një Reel, po të vësh re ke disa formate. Nëse do bësh një Instagram post, unë do të rekomandoja të përdore Canva, sepse ke gati templetet, por mund ta bësh që këtu. Pra si imazh, do shkruash tu Instagram post. Por nëse do bësh si tip format YouTube-i ose format Facebook-u, LinkedIn-i, do rekomandoja këtë. Dhe biles dhe tregon këtu YouTube, Facebook. Për TikTok, Instagram Shorts, do gjithmonë do përdorim 9-16, pra është e kundërta. 16:9 është vertikale, 9-16 është horizontale. Dhe tani, njërë do të hedhim videon që kam dalënduar, pra do bëjmë uploadim të projektit, të videos që kam. Po ta vëshre, nëse është diçka që do ta zmadhosh sepse nuk e shikon mirë në ekran, ke këtu opsionin, do ta shikosh kur ta vëm, ke opsionin ta zmadhosh. E kam. Këtu është për të bërë, nëse ti do të përdorësh audion tënde, pra mund të përdorësh audion tënde, dhe ti prap zërin tënd atë voice over ti mund ta ndryshosh. Mund ta ndryshosh dhe mund ta bësh dhe mashkull zërin tënd. Pra nuk është e thënë se bën ti gjithmonë skenari. Pra ti mbase ke skenarin gati, e ke videon gati, ti do t'i bësh këtu, skuadra ishte duke bërë këtë, bën atë, bla bla bla, e bën audion këtu me mikrofon të qartë, pa zhurma backgroundi, sepse sa do të ndryshohet zëri, prap nuk do të ndryshoj backgroundi, pra zhurma. Okej, e vëm video, pra e klikojmë video, edhe video do hidhet si projekt. Në këtë video po të vëshre, unë po buzëqesh, të më përshëndetje dhe pastaj tregoj diçka me gisht. Unë dua pikërisht kur tregoj diçka me gisht të dali ajo gjë që unë dua të them. Që do të thotë, nëse unë kam zmadhuar projektin, kam mundësi të vete fix sa po pra pa e nisur, po sa po jam duke e bërë point. Më kupton? Por gjë e parë është që huku. E zëm se njerëzit sa po pan videon time, nuk do prisin ata sa nxjerrën gishtin. Duan të shikojnë pse do ta shikojnë këtë video. Prandaj ne duhet të vëmë një farë teksti. E zëm se teksti do jetë gjithmonë do të gjesh fontet e tua, ke sa duash fonte këtu. Kushton të është Halloween-i mund gjesh, më kupton? Po për këtë video për sot po marrim një heading shumë të thjeshtë. Okay? Dhe në heading mund të shkruaj gabimet, po e bëj në shqip. Gabimet që njerëzit, nëse do të bëj rreshtën e dytë, do bëj enter, një lloj sikur po shkruaj në Google Doc, enter, bëjnë në dimër me çatit e tyre, po e vë kod. Okay? Tani, kur e klikoj këtë gjë këtu, kam opsionin ta zmadhoj, ta zvogloj. I know. Ka shumë si Canva, më fal. Duhet të klikoj tekstin, që mund ta klikoj dhe këtu poshtë seleksionohet. E çoj gjithmonë, do ta çoj në gjithmonë. Shikoj ku kam shigjetën. Kur ti editon një video, duhet të kesh parasysh që kjo ana këtu nuk mund të kesh tekst shumë ngjitur, sepse këtu do jetë like-u, komenti dhe ajo share button. Poshtë fare do dali emri jot. Biles ndonjëherë në CapCut të tregon kur ti je duke lëvizur tekstin, të tregon, nuk po e tregon ka këtu, po në CapCut e tregon një kam parë. E kam parë. Që thotë që nuk duhet ta bësh këtu, sepse do të pengohet me tekstin e emrit apo username-in, dhe njerëzit do lexojnë.
Këtu lart fare është shumë e vështirë për njerëzit sepse njerëzit gjithmonë do lexojnë në mes, nuk sa të lexojnë ata sipër iku sekonda, më kupton? Pra mundohu ta vësh jo në gjithë rrugës time, për shembull, po unë I them gjithmonë squatters, studentëve të mi që ta vën, imagjino se ke krahërori nëse ti je në video. Pra po e vën në krahëror, okay? Nuk dallohet shumë qartë, okay? Që do thotë që do t'i bëj një tip highlighti ose stroke ose border sepse varet nga aplikacioni e kanë pak ndryshe emrin. Që unë të vendos highlight, do shkoj këtu prapë tek editimi teksti. Pra normalisht viza, që nuk do të rekomandoj e bëje viza, nuk do të rekomandoj e bëje italics, bëhet më vështirë për njerëzit për ta lexuar, gjithmonë mbaje me një tekst të bardhë të thjeshtë, ose nëse është diçka që shumë e bardhë mbrapa, mbas është një vend që ata papunojnë që shumë e bardhë, mbase mund të bëjë një tekst le të themi të kuq me highlight të zi ose të bardhë, nëse është diçka e verdhë, ajo e verdha pak si në portokalli, pra diçka që dhe nuk duket amatore, po aman edhe është e lehtë për të lexuar. Ke pasaj dhe opsione të tilla për të bërë glow, nuk pari rekomandoj sepse që si del, po ta bëj glow, jep çik si ndriçim edhe nuk paralexohet. Nuk është se jam të kuptueshme nëse vërtet. Nuk do të rekomandoj ta bëja. Normalisht e bardha, ndoshta një ngjyrë të mund të më bukur. E kupton. Nëse do që ti për shembull, e them se është diçka që ti do sikur teksti të jetë paralel me mua apo mbase varet se si e ke atë animacionin, kjo është. Por shumë si këto nuk do të rekomandoja. Kjo është vetëm nëse pa dashje rrotullove që ta dish. Jam më shumë pro atë tyre tradicionale në një farë mënyrë, qëndrimi drejt atyre, një shkrimi. Normalisht për tekste që nuk ka shumë tekst, do rekomandoja të bëhet të mesit, se ngjan çiksi më estetikisht. Nëse ka shumë tekst dhe ti bën mesi, do dalë çiksi shumë një majtas, një djathtas, një majtas, dhe do jetë çiksi jo e thjesht për të lexuar. Pra duhet mendosh edhe ne si lexojmë. Kështu që unë për ato tekste që janë shumë, le të themi kapitull për shembull, apo e shtuar gati 2 fjali aty, do rekomandoj të bëj gjithmonë këtë që fillon majtas. Asnjëherë mos bëj këtë lloj, sepse nuk lexojmë ashtu neve. Nuk do I duhesh njerëzve më shumë sekonda lexonte. Këtë mund ta bësh nëse janë mbase 2 rreshta, maksimumi 3, por gjithmonë do fokusohesha tek majtas. Vetëm nëse pa dashje ke bërë që janë shumë të ngjeshëm mbase fonti që ke përdorur, kjo opsionin të largosh pak nga njëri tjetri. Ose është djatha, se varet nga fondi. Ja, shikoj që nëse fondi ishte kështu, është shumë e vështirë për lexuar, por nëse largoj pak, duhet më e thjeshtë. E njëjta gjë, nëse është shumë ngjitur nga lart rreshta, nuk kam opsionin të zmadhoj për të bërë dhe pak më estetike. Kam parasysh. Ky teksti të iki kur unë të nxjerr gishtin. Okej? Që do ta lejoj që të bëhet play video. Okej? Ishte sekonda e mos gaboj. Jam këtu. Pa e nxjerr gishtin, okej? Do sigurojmë dhe njëherë, do ta bëj gati, po do sigurojmë dhe njëherë që ta lexoj. A ka mundësi ta lexoj deri këtu? Ja rregull. Okej? Sepse nëse nuk u lexua huku, njerëzit mbasi të vazhdojnë ta shikojnë se s'do e kuptojnë videon. Okej, gabimet që njerëzit bëjnë në dimër me çatit e tyre. Okej, perfekt. Dhe kohë që ta lexosh. Kjo është një praktikë që gjithë do ta bëjnë. Ta lexove tani ti do të nxjerrësh një tekst tjetër. Tani unë nuk do filloj nga e para. Nëse unë do përdor të njëjtin font, të njëjta ngjyra, border stripe, unë nuk do filloj nga e para projektin e tekstit, sepse do të bëj prapë çdo gjë çfarë bëra. Por një stil është që unë të klikoj tekstin ku është, pra shtyp me të djathtë dhe kam opsionin ta bëj split, pra ta crop në mes, ta ndaj, bëj copy ose duplicate, që është pak a shumë njëjta gjë. Po e them se po bëjmë është duplicate. E shikoj që direkt e nisi, po tani normalisht teksti është këtu. Ne ta modifikojmë që teksti të filloj këtu, jetë më I vogël normalisht. Nëse unë e zgjas këtë si kuadrat, më kupton? Dhe unë pastaj llogarit për çik. Okej, tani do ta lë pak se duhet që njerëzit ta lexojnë. Njëta gjë çfarë do të bëj tani? Testim. Okej. Gabimet që njerëzit bëjnë në dimër me çatit e tyre. Okej, do ta ndaloj këtu, që ishte pikërisht këtu.
Nuk ka kuptim ta mbaj mend, sepse unë dua të shtoj diçka tjetër këtu. Okej? Mua më duket çik si shumë i thatë. Pra unë bëra me gisht edhe thjesht u shfaq, më duk pak si e thatë. Unë dua të shtoj një animacion, sikur u shfaq me magji, më kupton? Shkoj tekstin e do shikoj çfarë animation kam. Pra animation janë mënyra se si shfaqet teksti. Nga eksperienca ime, sa më thjesht jetë animacioni, më kollaj do të lexuar, sepse nëse animacion është diçka e tillë, njerëzit nuk do arrin ta lexojnë tekstin. Sepse do jetë diçka e tillë, shiko? Ka gabime që njerëzit sa të modifikohet ai teksti, njerëzit s'do kuptojnë çfarë ke shkruar dhe do humbin fillin. Rekomandoj gjithmonë, është një lloj feature që quhet si pop-up text ose zoom in, zoom out, sepse është më e thjeshtë, okay? Prandaj ke këtu in, out, loop. Do shikoja mbase diçka që shfaqet më një herë, por është pak si zoom, pra si tip pop. Që është flash, nuk më pëlqen. Gjejmë atë. Por ka gjë që mbase ti mund ta bësh, për shembull, fjala winter dhe ka këtë gjën. Më është diçka cool. Më kupton, nëse është një fjalë shumë e thjeshtë e shkurtër, mund të bësh diçka të tillë. Mirë tani. Dhe me këtë animacion ti ke opsion ta bësh sa intensive do, shumë intensive do, më pak intensive, që të shkoj pikërisht me animacionin. Unë e doja pak më shumë. E doja mbase ose më pak i bie në këtë rast këtu. Duket sikur, okay, unë vërtet po bëjmë shigje pa marrë erdhi nga lart. Bravo. E shikoj? A doli si me shpejtësinë që unë doja. Okej, iku kjo. Bëm tekstin, mësuam animacionin. Të njëjtën gjë, kur ti hedh imazhe, kjo opsioni të bësh animacion të tjera. Po e zëm se unë në këtë rast kam thënë gabim që njerëzit bëjnë në dimër me çatit të tyre dhe tregoj një foto. Okej? Dhe dua që njerëzit të tmerrojnë, pasi shkoj një foto ku është një vrim në mur. Më kupton, një vrim në çati. Zëm se jam këtu. Njerëzit lexuan këtë pjesë, okej? Dhe unë këtu do të shtoj një foto. Gjë e parë do bëj, do shkoj tek media dhe mënyra se si ti shton foto është overlay. Tani ti këtë foto mund të ta shtosh komplet full format. Pra, më thon, mos jem fare unë në video. Më kupton? Pra e shton si overlay, se ti do tani ta kropësh videon, do nuk ka kuptim që ti të fshish videon, të shtosh të foton, të vazhdosh videon. Kur ti mund ta lësh videon siç është, që ne ta shtojmë si foto, se po ta shtoj thjesht si foto, do hyj si klip më vet. Ne nuk duam atë gjë, ne do ta shtojmë gjatë klipit që kemi, që thuhet që duhet ta shtojmë overlay, quhet ajo në termin e editorit. Megjithëse jemi këtu, nëse unë dua që kjo video duket sikur është pak më shpejt, kam opsionin këtu te speed, jo vetëm ta zmadhoj shpejtësinë, ta zvogëloj, por dhe mund t'i vë si tip dimensione, për shembull, zvogëlon, rritet shumë shpejt dhe do kesh opsion kur ta bësh, ke opsionin të bësh curve, quhet ajo, që ke dimensione, ato që zgjedh vet kjo, ose bën custom. Për shembull të zvogëlohet, të zmadhohet, nëse ke parë ato reklamat ku afrohet shpejt makina, pastaj duket sikur ndalon pak, pastaj afrohet pjesa tjetër. Kjo është speed curve quhet ajo. Pra kalon me dimensione të ndryshme. Edhe nëse do ta bësh super slow motion, e ke fix to gati. Po kjo është për shembull mirë kur ti ke një projekt që të ka një video 5 minuta, edhe do të duket sikur që njerëzit ta shikojnë në shpejtësi për 1 minutë për shembull. Më kupton? Dhe një gjë tjetër që e them se ti ke një klip dhe është thjesht 1 minutë. Edhe ti do që sa 1 minutë ke voice over, nuk ke gjë tjetër, pa marr nuk do që njerëzit thjesht të shikojnë një njëjtën gjë. Kupton? Do duket sikur ke klipe të ndryshme. Një opsion tjetër që unë e përdor shumë në videot e mia është i bëj reverse. Kur Marcela nuk do në anën e majt, po do në anën e djathtë. Do bësh zoom in, zoom out, do duket sikur ti ke disa klipe, pra disa angles të opsionit. E kuptoj. Më mungon që t'jap o do jap këshilla me tekst, që do shtoj disa 1 2 3 4 5, o atë foton, pra e mora kuriozitetin, por më rëndësishme është të shtoj një pyetje për veprim, gjë që do ta mësojmë pak më thellë në leksionet e tjera. Kur neve tu tani do bëjmë një tekst, dhe nuk duhet që ta lësh shumë gjatë, sepse njerëzit kur e kuptojnë që është fundi i videos, direkt janë gati për t'ikur, dhe të thuash diçka të tipit read caption for more details. Edhe është gjithmonë të shtosh një emoji që ka të opsionin me shigjet me gish poshtë. Më kupton? Njerëzit e kuptojnë që okay, caption thënë është diçka më ka thënë kjo
ndryshe. Ke këtu emoji sa të duash, hearts, të tjera me radhë, nëse janë gjëra më aktive, apo për shembull flamur, apo nëse po tregon që është një kompani në USA, por sa më shumë ti përdorësh, gjithmonë te kjo pjesa këtu, do tregojnë ato që ke përdorur më shumë dhe do dalin gati pasaj. Pra kur të bësh shigjetat, do përdorja, nuk janë shumë profesionale, po mund të përdorësh shigjeta, gishin tregues poshtë, mbase check, që tregon sikur njerëzit bëjnë follow, mbase ndonjë heart, po jo shumë, sepse tek e fundi po reprezenton një biznes. Okej. E zëm se për ta bërë akoma më interesant, unë dua që vetëm fillimi i videos të ketë DSD. Atëherë do klikoj, në këtë rast më kam bërë shqip dhe nuk do funksionoj mirë, por sa për ta kuptuar si bëhet, do klikoj tekstin këtu. E zëm se teksti këtu ishte mistakes people make with the roofing when the winter comes, okay? E zëm se ky ishte teksti. Unë do bëj text to speech, okay? Kam opsionin të bëj trending, që ka ca trending sounds, ose mund të gjej dhe janë ca sounde që janë funny, por trickster është një, mbajshni, trickster është një që o ta shikoj kur ta bësh, është si shumë funny, por mund të gjesh që është sound femre, gjesti është një që është femre e mirë, pra që është pak profesionale, nëse ke parë që është që kësi mënyra e tonalitetit, pra është pak më profesionale, ose mund të gjesh mail dhe mund të eksperimentosh. Pra do dali fix leximi. Dhe ti mund të bësh gjëra të tjera, por një gjë që të kesh parasysh është, nëse fjalia është shumë e gjatë, edhe normalisht kur e ke me text to speech, do zgjasi pak më shumë sa ai AI ta lexoj atë që ti ke shkruar. Dhe ti ke opsionet ta rrisësh pak shpejtësinë, një lloj si mund të rrisësh shpejtësinë videos, por nëse del shumë gjatë dhe del çiksi jo shumë sikur ti do ta lexoje, pra del çiksi roboteske, nuk do ta përdorja, nuk do ishte e dura për ty. Vetëm nëse ti do të harxhosh më shumë kohë, ku klikon këtë mikrofonin, I can do a recording sound, and then actually I can do a recording sound, and then stop, and then I can edit my own audio. Audio nuk kam opsionin ta editoj, ta bëj crop, nëse ka pauza, do më dal. E vendos audion ku e dua në fillim, e dua ku fillon kjo audio, fillon që në fillim, fillon në fund, dhe sigurohu që çfarë do projekti të bësh në këtë CapCut, të mbarojnë të gjitha në këtë vizën lineare, me tekst, sepse nëse teksti shkon pak më shumë, çfarë do ndodhi? Do dali me një hapësirë të zezë në fund, do dali logo CapCut. Çdo gjë të sigurohesh mbaron në një vizë lineare. Nëse se bën të fix, mundësisht sikur ta heqësh pakës tekstin. Më kupton? Me audio, me çdo gjë. Dhe sigurohesh që nuk ka asnjë fushë të zezë. Përgjithsisht këto, mesela, përsa i përket këtyre, domethënë informacionit të dhënave në lidhje me numër kontakti, website-et e tjera. Ku rekomandoja numër telefoni, website në video, do thoja lexoni përshkrimin për më shumë detaje dhe aty mund t'i vësh të gjitha. Sa ai që ka interes do gjej, edhe si mund ta shkruash në caption, do vete profili, e ke website në profil. Dhe është për mendimin tim është tekst dhe kohë e harxuar kohë e shikuesit, sepse nuk ka për funksionuar. Nuk do shikoj njëri videon 5 herë që të marri numrin e telefonit, më beso. Do shikoj ose në caption ose do shkoj në profil. Kështu që mos lodh fare. Gjithmonë mund të thosh read caption ose bëj një pyetje, nëse ke gjëra për të vënë në caption, thon read caption for more details. Nëse ke për bërë një pyetje, bëje një pyetje. Pastaj, nëse unë do rekomandoja që audiot ti shtosh brenda platformës përkatëse, sepse ti si biznes mund të mos kesh opsionin të kesh commercial sounds, që do të thotë nëse ti shton një muzikë këtu, por nuk është falas për commercial use, pra për bizneset, ty do të bëhet flag, do të thojë Instagrami që ke copyright, mund të dëmtoj llogarinë, kështu që unë gjithmonë rekomandoj mos bizneset që soundet të shtojnë brenda platformës dhe mundësisht të shkojnë aty ku janë trending, gjë që do të tregoj si të gjesh, dhe si të gjesh soundet që mbase nuk dalin aty, por që janë në rritje, që merr pak është si boost algoritme, jo merr pak nga audienca që po e përdor atë sound dhe është duke parë videot që kanë përdorur atë sound. If that makes sense. Edhe zëm se unë këtë klipin do ta bëj në fund e njërë. Kjo video është pak a shumë një tajgjë. Dhe përveç në fund, dua që ti fuz një copy dhe ta bëj dhe në fillim.
më falë copy, duplicate, dhe të njëjtin klip ta bëj dhe në fillim për shembull. Pra ke këto opsione. Më kupton? Kuptoj. Dhe nëse dua t'i bëj overlay, e njëjta që do të thëjë opsion që tash është plus ose mbase reverse, duket pak të ndryshe. Kam opsionin për crop, kur bëj crop, kam opsionin që o ta bëj, e them se mbase video që ty të ka ardhur nuk është format i dur, mbase ata kanë bërë në format YouTube-i. Po me anë të cropit ti mund ta moderosh atë video, bën zoom, zoom out, zoom in. Po siguro që asnjëherë mos të ketë asnjë fushë të zezë, as poshtë, as lart, të jetë gjitha full. Dhe sigurisht do bësh export. Nëse ti e ke lidhur CapCutin me TikTok dhe Instagram, mund ta bësh export direkt në TikTok. Njëkohësisht të downloadohet dhe automatikisht në telefon kur e bën ashtu. Sepse ka opsione thotë export to TikTok without watermark. Më kupton? Okej. Edhe qartë, pra për sot mendoj që është kaq është e nevojshme. Dhe pastaj mund të hyjmë në gjëra pak më me animacione, me gjëra që do të kemi një video bazë, ti të kesh pak më shumë kuptim, që ti mendon që duhet, sepse për momentin videot të tilla janë shumë normale. Mjafton ti të kesh klipet e nevojshme, çfarë do vësh në video, pra skenarin në farë mënyra, dhe call to action, pra who call to action, dhe mendoj që kaq mjafton për këtë.